Gjatë një deklarate në një emision, Monika Kryemadhi ka folur për divorcin e saj nga Ilir Meta, duke sqaruar si erdhi vendimi për përfundimin e martesës së tyre. Ajo ka treguar gjithashtu detaje nga jeta e saj politike, duke zbuluar se si shihej brenda LSI-s, sa mbështetje kishte në parti dhe si ndikoi kjo në marrëdhënie me ish-partnerin. Monika ka ndarë prapaskenat dhe sfidat e përditshme që ka përjetuar, duke hedhur dritë mbi balancën mes jetës private dhe asaj politike. Janë dy momente të vështira për jetën time. Një ka qenë sëmundja, se aty kuptova sa e brisht jam, dhe e dyta ka qenë divorci, ku kuptova sa e fort jam. Vendosa një balancë mundësitë tua, mund të bëja viktimën, por vendosa të eci përpara. Nuk më shkon shumë roli viktime sepse është false. Unë kam luftuar gjithmonë. E shkura ka të bukurat e saj, por ka dhe të këqijat. Zhgënjehet shumë kur gjendet një kauzë e vogël për ta distancuar ose larguar. Në jetë çiftet kanë ulje dhe ngritjet e tyre. Nuk e mendoja që politika do të sillte divorcin tim. Unë kam qenë egoiste në arenë, por jo në familje. Janë ndarë gjithmonë njerëzit brenda partisë. Në pushtet ishin ata të Ilirit, ndërsa të mit ishin ata që numëronin votat dhe ishin gjithmonë aty. Vuar një parti ku ishin me deputetët e burrit dhe ishin me ish-ministrat e burrit. Kishte një grup parlamentari i cili ishte më shumë lidhje shpirtërore me Ilir Metën se sa me Monika Kryemadhin. Ishte një parti e cila kur Ilir Meta vati president u la përballë PD-s dhe PS-s. Unë quhesha terroriste politike. Kjo pasi në takime ndërkombëtare që bëheshin nga opozita, pasi deputetët që kishte LSI krijonte balanca, më lutej për të kaluar ligjin e magjistraturës. Ai ka qenë zero i përfshirë, përveç dikës së mandateve, ai ka qenë kundër edhe për bojkotet që bënim her pas here. Do ta digja vetëm unë, ta digja mandatin dhe më pas të tjerë të prisnin sa të vinte Ilir Meta. Aksioni opozitar u la në mes të rrugës, deklaroi ajo. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.